Këtu ne jemi duke e bo këtë impaktin apo ndryshimin pozitiv për me ndryshu mindsetin e fëmijëve tonë, mendsinë e fëmijëve, me u ndërlidh ma shumë me aktivitete fizike, duke ju mundësu hapësina ku edhe ata mujnë me vepru ma shumë fizikisht, prej qerdheve për shembull që duhet me pas hapësira të gjelbërta e kopshte, prej qasjeve në parqe, prej krijimit të zonave rekreative në hapësina publike, lojnave të ndryshme për fëmijë që me dalë edhe me qenë aktiv fizikisht, jo vetëm në tableta, në iPhone, iPad, e tjera, po me qenë aktiv fizikisht në hapësina publike, ku të njëjtën kohë me ju ofru mundësi në këto hapësina publike me pas edhe elemente socializing, shoqënore, të socializimit edhe të prindve tyne. Se edhe nëse kemi për shembull fëmijët që dalin hapësina publike, të cilët ndoshta dalin me prind edhe duhet me ja u kriju me pas atë sensitivitetin e këtyne hapësinave edhe ndaj prindërve, jo vetëm ndaj fëmijëve. Nëse na i krijojmë krejt për fëmijë, po s'kemi bo kurrë për prind aty, atëherë prind pritojnë me dalë me qit fëmijët jashtë. Nashta kemi hapësina ku edhe fëmijët janë të sigurt pa prind, mirë po ato zonat ku prindojnë me qenë afër fëmijëve, duhet me kriju edhe socializing areas edhe për prind. Po, dhe më thonë, fillon ndrimi mindsetit pozitiv nga fëmijëria prej familjes, masanej në institucione në qerë dhe në shkolla fillore, ku tash ne po them kemi investu shumë në krijimin e hapësinave sportive edhe për futboll, për handball, për basketball, tenis, ping-pong e tjera në zona publike, po ashtu edhe projekti ynë i ri tash për vertical gyms, gjimet vertikale, ku e kemi projektin që nuk merr për shembull merr 50 metra me 60 metra hapësinë, po ki vertical gyms ku ofron sporte të ndryshme veç të randisuna vertikalisht, pra nuk lypin as shumë climbing, po ashtu mundesh me lujt edhe handball, futsal, martial arts, swimming, edhe climbing e tjera. Të gjitha këto po them që ndërlidhen masanej edhe me influencers like you, sikur ju, që tregojnë me aktivitetet tua personale edhe me diskutimet që i bën me tjerë, se kjo edhe aspekti social i social media, tash kur e dim që secili fëmijë e ka para fytyrës një platformë, një ekran ku edhe influencohet prej këtij ekrani, që edhe aty me qenë të ushqym prej gjanave, informatave pozitive që i shtyjnë fëmijët tonë me dalë edhe me u marrë ma shumë me aktivitete fizike.